Dalin në dritë detajet të tjera nga bomba urbane në zonën e Brylit. Pamfleti denoncoi pak ditë më parë skandalin me një leje ndërtimit të dhënë në zonën e Brylit pranë maternitetit të ri, ku do të ngrihet një pallat 12 katësh. Përveç se do të ngrihet mes dy pallateve duke bllokuar dritarët e të dyja godinave, plani është të prishet kolektori kryesor i ujërave të zeza. Kjo ka alarmuar banorët, ndërkohë që edhe vetë ujësiellës kanalizimet nuk e kanë miratuar zhvendosjen, por sipas verifikimeve tona, në gjithë këtë aferë del një emër, Dimitër Papa. Në dokumentacionin e miratuar të Kullës, Dimitër Papa figuron si inxhinier konstruktor. Ky emër është i njohur për shumë dallavere. Gjatë kohës së tërmetit, emri i tij doli disa herë për shkak se kishte bërë vlerësime të gabuara të ndërtesave të dëmtuara. Në atë kohë, ai, në rolin e ekspertit të IKMT-s, ka bërë shumë shkelje, sa madje u godit edhe nga SPAK. Ai u arrestua në vitin 2021 për falsifikim dokumentesh. Nga provat e deritanishme ka dyshime të arsyeshme, të bazuara në prova se ata kanë ndërhyrë tek punonjësit e Institutit të Ndërtimit, njësisë administrative e Petrel në varësi të Bashkisë Tiranë. Qëllimi ishte ndryshimi i aktit të konstatimit fillestar dhe aktit të ekspertizës së thelluar për një banesë në pronësi të tyre, me qëllim rritjen e klasifikimit të nivelit të dëmeve, duke paguar për këtë akt shumën prej 2.000 euro, banesë që në fakt ishte prishur më parë nga IKMT-ja si pasojë e shpronësimit për interes publik me kërkesë të OST-s, shprehej SPAK. Po ashtu, ai u denoncua në një emision investigativ për një aferë me një pallat në rrugën e Dibrës, edhe pse pallati nuk kishte dëme. Banorëve u vjen një shkresë se pallati ishte shumë i dëmtuar dhe duhej të evakuoheshin. Në raport, inxhinierët e Institutit të Ndërtimit, Dimitër Papa dhe Kristaq Kali, kishin për gabime në të dhëna, pasi koordinatat i referoheshin një pallati në Surrel dhe jo tek rruga e Dibrës, por dallaveret nuk mbyllen me kaq. Dimitër Papa është inxhinieri që fshihet edhe pas Durrës Marinës, pas skandalit me fundosjen e dy pallateve të ndërtuara. Ai doli në media në cilësinë e inxhinierit konstruktor, ku pranonte skandalin. Është ai i cili pranoi se cilësia e betonit u zëvendësua me kërkesë nga Dubai. Në intervistën e tensionuar për Piranjat, konstruktori fillimisht kundërshtoi shifrat e publikuara për zhytjen e pallateve, duke mohuar uljen prej 28 cm të raportuar nga IKMT, por pranoi se objektet kanë pësuar ulje deri në 18 cm. Papa ja atriboi problemin hapjes së gropave përreth objekteve, duke deklaruar se largimi i ujit dhe rërës nga kantieret fqinje krijoi fenomenin e sufosionit, që sipas tij solli ulje më të madhe se sa ajo e parashikuar në projekt, dhe emri i tij del sërish, dhe këtë herë tek ndërtesa në Bryl, ku sërish kemi të bëjmë me një skandal. Si ka mundësi që aty ku ndërtesat kanë probleme, del gjithmonë emri i Dimitër Papës? Si ka mundësi që një inxhinier i arrestuar për afera lejohet ende të ketë rol në ndërtimin e pallateve, dhe pse gjitha kompanitë që duan ta anashkalojnë ligjin e marrin atë? Pra duket qartë se kemi të bëjmë me një aferë shumë të madhe. Kushdo që fshihet pas pallatit tek Bryli, ka gjetur ekspertin e duhur për afera. Vetëm në Shqipëri mund të ndodhë të prishet i gjithë sistemi i kanalizimeve për të ndërtuar një pallat, i cili përveç kësaj zapton hapësirën mes dy pallateve dhe për më tepër bllokon krahët e të dyja godinave ekzistuese.